Pak muaj më parë, ndërsa e reklamonte në rrjetin e tij social si punë të përfunduar, kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci premtonte edhe një projekt për rikonstruksionin e plot të urës së telit në fshatin Drisht. Por cilësia punimeve të kryera zgjati vetëm pak muaj dhe sot sërish ajo është amortizuar dhe kthyer në rrezik serioz për jetën e banorëve që kalojnë mbi të, ndërsa për një projekt të ri asgjë duket në horizont. Dëmtimet e të rrasave janë të tilla sa një pakujdesi e vogël mund të jetë fatale për çdo kalimtar mbi këtë urë. Kjo urë teli shërben për të lidhur banorët e disa fshatrave të Drishtit me pjesën tjetër të njësisë administrative të Posribës dhe përtej ndërhyrjeve të pjesshme të bëra të paktën 2 herë nga Bashkia e Shkodrës, punimet pa cilësi kanë bërë që gjendja e saj të vi duke u përkeqësuar, aq sa sot është një burim serioz aksidentesh çka mund të shkaktojë jetën banorëve të kësaj zone, veçanërisht më të vegjëlve dhe të moshuarve që duhet të përshkojnë pak metra të kësaj ure. Siç edhe mund të shihet nga pamje qartazi, dëmtimet janë të konsiderueshme dhe rreziku është permanent për çdo që lëviz mbi këtë urë. Në verë mbyllja e shkollave ul numrin e fëmijëve që kalojnë mbi të, por për pjesën tjetër të banorëve ajo vijon të mbetet rrezik i vazhdueshëm. Në vend të një pune me cilësi dhe të një zgjidhje të qëndrueshme, për fat të keq ndërhyrje të tilla kthehen vetëm në show për rrjetet sociale. Bashkë me dëmtimin e urës edhe mjedisi përreth është jashtë çdo vëmendje të pushtetit vendor, me mbeturina të hedhura dhe shkurre. Muajt e verës janë të duhurit për një ndërhyrje përpara se të nisin shirat, që u rrëmbyeshin mikirit të bën të rrezikshëm kalimin në këtë urë dhe praktikisht të pamundur kryerjen e punimeve. Deri në fund të verës mbetet vetëm të shpresohet që Bashkia e Shkodrës do gjej kohë të rikthehet në këtë urë për të ndërhyrë, tashmë siç duhet, e jo sa për të kaluar rallën.